Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, do t'jemi së bashku në vijim. Partia Socialiste zyrtarizon nesër në mbrëmje listat për deputet vetëm pak orë përpara mbylljes orarit zyrtar. Edi Rama thot se tani e rregullit vendosur për deputetët me një mandat në listë hapur do t'i bashkohen edhe deputetet gra. Agromala e Tërmet Peçi kanë lënë drejtimin e bashkive për të kandiduar për deputet. Ndërkohë, Petro Koçi zyrtarizon atë që tha një ditë më parë në Real Story. Deputeti veteran thot se po tërhiqet nga gara duke kritikuar mënyrën se si ai u la pa një zonë politike në qarkun e Tiranës, por Koçi thekson mbështetjen totale për partinë e tij në 11 maj. Agron Malaj do të jetë një nga kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kryebashkiaku i Matit ka vënë në dieni Këshillin Bashkiak për largimin nga detyra, ndërsa Këshilli ka njoftuar mbledhje jashtëradhe ditën e mërkurë për të zgjedhur një nga zëvendës kryetarët për të drejtuar bashkinë deri në zgjedhjet e reja vendore. Në listën e Partisë Socialiste, Malaj do t'i bashkohen dhe kryebashkiaku i Beratit Ervin Demo dhe kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi. Lëvizje ka patur edhe ndër radhët e deputetëve. Petro Koçi ishte i pari nga socialistët e vjetër që njoftoi tërheqjen nga gara, pas vendimit të Edi Ramës që deputetët qoftë edhe me një mandat do të garojnë në listë hapur. Ai tha se do të vazhdojë të punojë për Partinë Socialiste. Unë nuk do t'jem në listën përfaqësuese të kandidaturave për deputet, jo për ndonjë paburri politike, frikë dështimi personal apo braktisje të shpirtit të solidaritetit, por sepse ndryshe nga gjithë ju jam i vetmi që nuk kam shansin e startit në kushte të barabarta, sepse nuk kam në ngarkim një zonë përgjegjësie politike elektorale. Unë do të punoj me Samaha Krau dhe kudo më shpihen këmbët për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Vendim të cilin e kishte paralajmëruar dhe një ditë më parë në emisionin Real Story në ABC News. Nuk besoj se do jem të lista. Po Petro, kush nuk do hyjë të thotë fillim ta. Nuk kam një zonë, domethënë një deputet që ka një zonë, ka një, po themi, një bazë. Pse do jesh fare? Po ndoshta Rama ka dashur, të tund konetën e Partisë Socialiste, ndoshta mund të. Unë do punoj për Partinë Socialiste, por nuk besoj se do jem. Pra, themi nëse do jeni në listë hapur, nuk do të pranoni të kandidoni. Duhet ata që kanë një zonë, pra janë përgjegjës politik në një zonë, kuptohet që kanë një arsye më shumë për të kandiduar. Unë se kam të zonë. Deputetët burra nuk do të jetë vetmi që do të kërkojnë vota për vete në listë hapur. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët mëngjesin e kësaj të marte, Edi Rama nuk përjashtoi as gratë nga ky rregull. Kush ka qoftë dhe një mandat do të jetë në fushën e betejës për të marrë vota për vete dhe për Partinë Socialiste. Burrat nuk diskutohet, por edhe për gratë dhe vajzat përgjithsisht me ndonjë rast shumë të veçantë do të vlej ky parim. Tregon edhe se si do të jetë konfigurimi i parlamentit të ri. Në listën e mbyllur, një pjesë e madhe do të jenë njerëz që hyjnë për herë të parë në parlament. Fresh, pa ngarkesa. Dhe që vinë natyrisht nga kontributet caktuara në shoqëri, në fushat ndryshme etj, nuk diskutohet. Lista përfundimtare e skuadrës me të cilën Edi Rama do të shkojë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit do të zyrtarizohet nga kryesia e Partisë Socialiste, e cila do të mblidhet të mërkurën në orën 19. Flasim tani për integrimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Sipas kryenegociatores Melinda Dhuka, Shqipëria është duke ecur me hapa të shpejtë drejt anëtarësimit të vendit në BE, ndërkohë që ka qenë ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, i cili ka konfirmuar se Bashkimi Evropian është e gatshme ta mbështesë kuvendin në miratimin e ligjeve që do të çonin më pas në anëtarësimin e vendit drejt Brukselit. Bashkimi Evropian po përgatit qëndrimin për Shqipërinë me qëllim mbajtjen e konferencës së 4 ndërqeveritare në muajin mars. I pranishëm në Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, ambasadori i BE-s në Tiranë, Silvio Gonzato, u shpreh besim plot për hapjen e të gjithë grup kapitujve këtë vit. Ne shpresojmë që të gjithë grup kapitujt të hapen këtë vit, por sfida e vërtet nuk është vetëm hapja e grup kapitujve dhe negociatave për to,
por kryerja e reformave që janë të domosdoshme në mënyrë që legjislacioni i Shqipërisë të jetë në përputhje të plot me atë të Bashkimit Evropian në të gjitha fushat. Nuk kam kohë për zvarritje dhe delegacioni i Bashkimit Evropian është i gatshëm të mbështesë kuvendin për të arritur këtë gjë. Kryenegociatorja Majlinda Dhuka tha se Shqipëria është gati të çelë negociatat edhe për 17 fusha të tjera të ekonomisë së tregut dhe konkurrueshmërisë. Sot Shqipëria është mesatarisht e përgatitur në 24 nga fushat nga 33 sa i përket kritereve për anëtarësim. Këtu e mbështes atë që them se Shqipëria është në miljet e fundit të rrugës së saj europiane. Gjatë vitit 25, Shqipëria do të përmbyll çeljen e negociatave për të gjitha fushat. Ndërsa sipas Jorida Tabakut, puna më e vështirë nuk është hapja, por mbyllja e grup kapitujve. Në emër të opozitës, unë sigurisht që besoj që ardhmja e Shqipërisë është në familjen europiane dhe do jetë në familjen europiane. Duke qenë se unë si kryetare e këtij këshilli, por njëkohësisht edhe si kryetare e Komisionit Çështjeve Europiane, kam marrë kërkesa të shumta nga shoqëria civile, të cilët janë edhe këtu në këtë tryezë, për publikimin e pozicioneve negociuese, për diskutimet me shoqërinë civile, për përfshirjen e komenteve të tyre. Në fund të 2024-s u hapën 2 grup kapitujt e parë, themelore dhe marrëdhëniet me jashtë, ndërsa ambicia e Shqipërisë është mbyllja e grup kapitujve brenda 2027-s për të rikonfirmuar mbështetjen e Bashkimit Evropian. Të njëjtën Tiranën do i vizitojë dhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos. Parlamenti Evropian ka zgjedhur Shqipërinë për të hapur zyrën e tij për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Hapja e kësaj zyre pasqyron strategjinë e Bashkimit Evropian, por edhe angazhimin e Parlamentit Evropian për të mbështetur vendet kandidate për anëtarësi. Në mesin e tensioneve të përshkallëzuara gjeopolitike, Bashkimi Evropian ka zgjedhur të jetë më pranë rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Europës Lindore. Parlamenti Evropian ka njoftuar se ka zgjedhur Shqipërinë për të hapur zyrën e tyre të kontaktit për rajonin tonë, ndërsa një tjetër zyrë për Europën Lindore do të hapet në Moldavi. Në këtë njoftim zyrtar thuhet se zyra e Parlamentit në Tiranë do të shërbejë si një pikë kyçe komunikimi ndërmjet Brukselit dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe partnerëve lokal në Ballkanin Perëndimor. Zyra do të promovoj pozitat dhe aktivitetet e parlamentit, veçanërisht në lidhje me anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ajo do të mbështesë demokracinë dhe reformat institucionale në rajon dhe gjithashtu do të asistojë në përgatitjen dhe pasojat e vizitave zyrtare të deputetëve të Parlamentit Evropian, duke e forcuar gjithashtu bashkëpunimin me aktorët e tjerë të Bashkimit Evropian në terren, si dhe me organizatat ndërkombëtare dhe ato të shoqërisë civile. Parlamenti Evropian sqaroi se hapja e kësaj zyre nënvizon angazhimin e fortë të tij ndaj rrugtimit të anëtarësimit të vendeve të rajonit. Krijimi i zyrës së kontaktit pasqyron strategjinë më të gjerë të Bashkimit Evropian për thellimin e angazhimit me vendet kandidate. Krijimi i një zyre kontakti të Parlamentit Evropian në Tiranë nënvizon angazhimin e fortë të Parlamentit për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, duke nxitur stabilitetin, demokracinë dhe lidhjet më të ngushta midis Bashkimit Evropian dhe fqinjve të saj. Aktualisht Parlamenti Evropian ka 3 zyra operative, një në New York, një në Jakarta dhe një tjetër në kryeqytetin e Etiopisë. Lëvizja për të hapur 2 zyra kontakti shtesë në Shqipëri dhe Moldavi vjen gjithashtu pas një vendimi të mëparshëm të Byrosë së Parlamentit për të krijuar zyra në Ukrainë dhe në Panama. Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, pas vizitës që pati një ditë më parë në Sarajev, sot është ndalur pikërisht në Prishtinë, nga ku ka dhënë mesazhe të rëndësishme për çështjet e dialogut, por edhe për çështjet e sigurisë në vend. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të bëjnë kompromiset e duhura në dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Gjatë një vizite në Prishtinë, ku u takua me presidenten Vjosa Osmani, ai theksoi se të dyja palët duhet fokusohen në dobit afatgjatë. NATO do të vazhdojë të mbështesë plotësisht normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës, udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Është e vetmja mënyrë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura dhe për të ofruar të ardhme stabile dhe që të mbrohen të gjitha komunitetet. Për ta shtyrë përpara këtë dialog, të dyja palët duhet të shfaqin fleksibilitet,
të bëjnë kompromise të dura dhe të fokusohen në dobi të afatgjat. Në konferencën e përbashkët me presidentin Osmani, Rutte tha se përkushtimi i Aleancës për Paqe dhe Stabilitet në Kosovë dhe rajon mbetet i qëndrueshëm. Trupat tanë punojnë pa pushim për të siguruar ambient me rend dhe siguri në përputhje me mandatin e KFOR. Një rajon më i sigurt nënkupton më shumë siguri për të gjithë zonën e NATO-s. Jemi të gatshëm t'i përgjigjemi çfarë do zhvillimi i sigurisë dhe në këtë kuptim shpresojmë të shohim bashkëpunim edhe më të thellë në mes të institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it. Rutte dha një mesazh të qartë se të gjithë palët duhet të zgjedhin diplomacinë përpara dhunës. Rutte po ashtu tha se mandati i NATO-s është që të sigurohet se forcat e sigurisë së Kosovës të jenë efektive në rolin e saj humanitar. Ndërsa presidenti Vjosa Osmani tha se roli i forcës së sigurisë në Kosovë është avancuar. Për gjatë këtyre 25 viteve, së bashku me ju e kemi shndruar Kosovën në një shembull suksesi dhe një demokraci që angazhohet jo vetëm për të qenë përfituese e sigurisë, por në të njëjtën kohë edhe kontribuese e eksportuese e saj. Sot Kosova po kontribuon dhe është e gatshme dhe e aftë për të rritur kontributin për stabilitetin dhe sigurinë anë mban botës, ashtu siç bota punoi për të na ndihmuar në momentet tona më të vështira. Pas konferencës me Osmanin, Rutte u takua edhe me kryeministrin Albin Kurti. Do të qëndrojmë tek kjo vizitë. Në studio me mua është Eugjina Sotiri, eksperte për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Mirë se erdhe, faleminderit. Faleminderit. Eugjina, në fakt ne po diskutonim përpara se të futeshim drejt për drejt në studio që kjo vizitë e Ruttes në Kosovë, po edhe në Sarajevo, ku situata është edhe më e komplikuar, nuk është se pati ndonjë lajm. Në thelb, këto ishin qëndrumet përsërituara të NATO-s. Në fakt, të gjitha pikat le të themi të cilat u përmendën nga Rutte ishin një ripërsëritje e të gjithë le të themi misionit dhe angazhimit të KFOR-it, jo vetëm në Kosovë, por dhe në Bosnjë Hercegovinë. Unë do të nxjerrja 4 pika të cilat rivinë sërish në agjendën apo në vëmendjen e Kosovës, ku e para patjetër ishte garancia e sigurisë dhe një garanci për vazhdimsinë e misionit të KFOR-it në Kosovë. Dim që ishim përpara një fushate dezinformimi ku të gjithë pyesni nëse KFOR-i do të vazhdojë dhe nëse bond stili do të ishte akoma baza e cila do të siguronte Kosovën. Një nga pikat e tjera kishte të bënte me dialogun politik ndërmjet të gjitha palëve aktorëve politik Kosovë, Serbi, por edhe Bosnjë, Hercegovinë, si Federatën Srpska apo dhe aktorët bosnjak. Gjithashtu një nga pikat e tjera që në gjykimin tim ishte një përsëritje edhe kjo e të gjithë, le të themi, kategorizimit të FSK-s, pra të Forcës së Sigurisë Kosovës, si jo një forcë ushtarake e cila po përpishet nga Kosova që të shitet si e tillë, por një forcë me një natyrë humanitare, le të themi search and rescue, dhe një nga pikat e tjera përveç dialogut, misionit dhe FSK-s, unë do të thoja që është edhe vetë angazhimi i NATO-s në të gjitha, le të themi, këto sferat e influencës së tyre për të ruajtur stabilitetin në rajon e Ballkanit në kuadër të gjithë luftrave që janë kudo në botë. Po, në fakt, në krau tjetër, nga pala e presidentes Osmani, u ripërsërit sa herë që ndonjë ndërkombëtar vjen në Prishtinë kërkesa për anëtarësimin e Kosovës në fakt në NATO. Mendoni se është momenti i përshtatshëm që Kosova, domethënë sigurisht Kosova do duhet të artikulojë këtë kërkesë, po mendoni se është momenti i përshtatshëm dhe se kjo kërkesë do të dëgjohet në mes të gjithë zhvillimeve? Unë mendoj që kjo thirrja që vjen nga presidentja Osmani dhe nga të gjithë aktorët politik në Kosovë, më tepër se sa në NATO, duhet jetë një këmban alarmi për Bashkimin Evropian dhe për 4 vendet të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e shtetit të Kosovës. Gjithashtu është po aq një këmban alarmi edhe theksi që Rutte i vendosi nevojës për një dialog politik, gjithashtu edhe për forcën politike aktuale që është edhe partia Vetëvendosja. Dhe unë mendoj që përpara se të flasim për një antarësim në NATO, Kosova ka një rrugë të gjatë përpara për njohjen e pavarësisë dhe ekzistencën e saj si shtet dhe më pas kalimin e të gjithë, le të themi, transformimin e FSK-s në një forcë ushtarake, luftarake për të ruajtur sovranitetin territorial mandej të Kosovës. Po, në fakt ka pasur shumë komente në lidhje me deklaratën e ministrit mbrojtjes maqedon, si u komentua, mori, po themi edhe kritika për mënyrën
mënyrën se si ai e artikuloi të gjithë këtë zhvillim. Pse sipas jush qeveria aktuale e ka trumpetuar në këtë formë këtë zhvillim? Unë e kam thënë gjithmonë sa herë më është dhënë mundësia që Kosova tashmë në këto 4 vite nuk ka patur një stagnacion. Dhe është momenti që e gjithë agenda, le të themi, politike, pushtetit politik të kthehet në një agend për shtetin dhe për njohjen e shtetit për te atyre interesave. Dhe në këtë kuadër të gjithë dialogut politik, i cila duhet gjetur një gjuhë e përbashkët mes aktorëve politik të Kosovës, ajo që unë shikoj një ngërç, le të themi, në dialogun e brendshëm politik është edhe vetë koncepti apo rëndësia që jepet konceptit të multietnicitetit. Edhe Rute në fjalën e tij e përmendi që Kosova do të vazhdojë të jetë një vend multietnik, ku patjetër përfaqësimi dhe i palës tjetër, pra i serbëve, duhet të jetë në tavolinë dhe duhet të jetë një forcë vendimarrëse dhe gjithëpërfshirëse në qeverisjen e Kosovës. Dhe unë mendoj që ky është edhe ngërçi apo edhe pika kritike e cila e lën Kosovën ende në një stagnacion politik. Në fakt, mesazhi që dha Rute për çështjen e dialogut për të kthyer përsëri aty ishte tekstualisht që Kosova dhe Serbia do duhet të bëjnë kompromiset e duhura për ta çuar përpara procesin e dialogut. Çfarë nënkupton kjo? Është një këmban për marrëveshjet e nënshkruara më përpara për çështjen e asociacionit komunal me shumicë serbe? Pra, është një deadline për këtë lloj marrëdhënien që kanë ndërtuar në këtë pikë të dy shtetet? Patjetër, duke patur parasysh edhe të gjithë kaosin dhe turbulencat që ka sjellë administrata 2 Trump, mendoj që edhe angazhimi i Rutes në këtë rajon është si një këmban alarmit për t'i paraprirë diçka që mund të vijë më mbrapa. Megjithatë, unë mendoj që të gjitha ato marrëveshje të cilat janë firmosur dhe janë dakordsuar, tashmë janë në një pikë të cilat mbi ngopje do të thoja unë dhe nuk mund të kemi më lëra politike, por ja ka ardhur momenti që të finalizohen dhe të konkretizohen ashtu sikurse është dakordsuar. Nuk duhet harrojmë që Rute apo sekretari i përgjithshëm ka dhe një marrëdhënie tjetër, bashkëpunimi po aq edhe me Serbinë, pasi dhe Serbia është një aktor shumë i rëndësishëm, ai foli dhe për telefonata me Vučić dhe po aq dhe një takim që pritet të vizitojë Vučić pikërisht në Bruksel. Unë mendoj që po aq ka lëvizje edhe në zyrën e ndërlidhjes së NATO-s vetë në Beograd për të përshpejtuar të gjithë procesin e dialogut dhe të firmosjes, le të themi, dhe të përfundimit të gjithë marrëveshjes së asociacionit. Edhe një moment, se dua ta shfrytëzoj shumë mirë kohën e ngushtë që kemi në dispozicion, djali i madh i Donald Trump Jr. sot ishte për një vizitë në Beograd. Çfarë tregon kjo për qasjen që ka administrata Trump 2? Kjo shkon në linjën e administratës Trump. Marrëdhënie transaksionale dhe ekonomike janë një kriter dhe tregues shumë i rëndësishëm i presidentit Trump. Unë do të thoja që në këtë mënyrë ai përpiqet të balancojë politikën e tij të jashtme, duhet thënë që kompani të ndryshme serbe, për çka po flitet edhe në ditët e fundit, kanë një peshë lobimi, le të themi, në administratën Trump, dhe kam përshtypjen ose në gjykimin tim kjo do të ishte një mënyrë që do duhej huazuar, le të themi, nga politikanët apo nga forcat politike dhe ekonomike të Kosovës për të patur dhe ata një qasje më ekonomike. Mendoj që Kosova ka çfarë t'i ofroj presidencës Trump, le të themi që Trepçja është një pasuri kombëtare dhe nuk do doja që në një moment le të jemi pak skeptik, në një moment oferta më e madhe për të dhuruar Trepçën të vinë nga Serbia dhe jo nga Kosova. Kështu që janë disa lëvizje, mendoj që duhet të shkojnë paralelisht përveç angazhimit politik dhe një angazhim dhe një joshje ekonomike nga administrata, le të themi, Kurti aktualisht. Po, se është e paqartë ende se cila do të jetë qeveria e re. Ju dy natë, falenderoj shumë. Faleminderit ju, kënaqësia ime. Ne njihemi tani me materialin që na flet për vizitën e djalit të Donald Trump pikërisht në Beograd.
Një super bomb ka shpërthyer në rajon. Me këtë titull e kanë hapur mediat serbe lajmin se djali i madhi Trump, Donald Trump Jr. ka mbritur në Beograd. Donald Trump Jr. është takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić. Ky fundit përmes një postimi në rrjetet sociale konfirmoi se fokusi i takimit ishte tek marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve. Theksova rëndësinë e marrëdhënieve ekonomike dhe politike ndërmjet Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe theksova rëndësinë e bashkëpunimit strategjik mes dy vendeve dhe projekteve të përbashkëta në vitet e ardhshme. Ky takim simbolizon angazhimin për forcimin e marrëdhënieve dypalqe dhe punën së bashku për të adresuar sfidat globale. Vizita e fundit e Donald Trump Jr. në Beograd ka qenë në fund të shtatorit vitit kaluar në mes të fushatës së babait të tij për mandatin e dytë presidencial. Në atë kohë, gjatë qëndrimit të tij në Serbi, Trump Jr. u takua me biznesmen dhe përfaqësues të elitës së biznesit nga Rumania në një hotel në Beograd. Donald Trump Jr. ka një rol kyç në jetën politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai njihet si një nga këshilltarët më të rëndësishëm të babait të tij, me një ndikim të veçantë gjatë fushatës zgjedhore. Si nën kryetar ekzekutiv i organizatës Trump, Trump Jr. është gjithashtu i njohur për sigurimin e nominimit për nën president për senatorin J.D. Vance. Presidenti i Serbisë nuk tërhiqet pavarësisht protestave të fuqishme në Beograd. Vučić tha se nuk do të ketë qeveri tranzitore në vend, pasi kjo do të ishte vdekja e Serbisë. Vučić premtoi se kushdo që cënon shtetin me akte dhune do të përgjigjet përpara drejtësisë. Në Serbi nuk do të ketë qeveri tranzitore. Kjo është fjala e fundit e presidentit Aleksandar Vučić pas trazirave të mbrëmjes së të hënës përpara radio-televizionit serb dhe paralajmërimit nga ana e studentëve për protesta masive të shtunën e 15 marsit. Sipas Vučić, ky do të ishte fundi një Serbie moderne, duke i dërguar një mesazh edhe protestuesve. Besoj se një qeveri tranzitore do të ishte vdekja e Serbisë, fundi një Serbie moderne të suksesshme dhe të begatë. Dhe jemi sinqert, besoj se do të nënkuptonte kthim në pushtet pas zgjedhje dhe pa vullnetin e popullit e atyre që janë e keqja më e madhe e vendit tonë. Njerëzit janë të ngopur me dhunë me ata që i bllokojnë rrugët apo shkollat, i bëjnë thirrje të rinjve dhe çdo qytetari të këtij vendi të mos marrin pjesë në akte dhune dhe ne do të bëjmë gjithçka për të mbrojtur institucionet. Presidenti i Serbisë deklaroi gjithashtu se tubimi i 15 marsit është i paligjshëm për shkak se nuk është raportuar në organet kompetente duke paralajmëruar arrestime. Ne kemi shtet, është e pamundur të shmangim dhunën. Do t'i lëm të gjithë të shohin se kush e shkakton dhunën, më pas do të arrestojmë rebelët. Kushdo që hedh një gur ose një bombë tymuese ndaj institucioneve të këtij vendi do të ndiqet penalisht. Vučić insiston se të gjithë kërkesat e studentëve janë plotësuar prej kohësh, ndërsa një kundërprotest është paralajmëruar 28 dhe 29 mars, në atë që Vučić e quajti tubimi më i madh liri dashës i të gjithë kohërave në vend. Mbrëmjen e së hënës në Beograd pati trazira ku grupe studentësh bllokuan selinën e televizionit publik, ndërsa paralajmëruan se aksioni do të vazhdojë për 22 orë. Ne do të flasim tani për një zhvillim të fundit nga vendi. Lajmi është se shtyhet seanca për Veliajn nesër në orën 12:30. Do të kemi vetëm pas pak në një komunikim të drejtë për drejtë kolegun Nermal Via, i cili e ka ndjekur në fakt këtë seancë, e cila ka zgjatur gjatë që prej orës 10 të paradites sotme. Me sa duket ka një vendim për shtyrjen. Do të tentojmë të lidhemi me kolegun Via për të marrë informacion se me çfarë argument pra shtyhet kjo seancë, e cila do të vendosë mbi kërkesën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për çështjen që tashmë është në duart e SPAK. Edhe një po. Jam tani me kolegun Ermal Via. Po, shtyhet seanca për Veliajn apo jo, Ermal? Seanca është shtyr, do të jetë në fakt ditën e nesme në orën 12:30. Kjo për shkak se prokurorët e posaçëm kanë paraqitur prova të reja ditën e sotme në gjykatën e apelit të posaçëm, ku kërkojnë vazhdimin e masës sigurisë arrest në burg nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. Për këtë gjyqtari Engert Pëllumbi vendosi që të shtyjë seancën me kërkesë të avokatëve të Erion Veliajt, të cilët kërkuan kohë që të njihen me provat e reja të paraqitura ditën e sotme në gjykatë. Ka qenë një seancë të fakt e zgjatur për rreth
7:30 këtu në gjykatën e apelit të posaçëm, ku fillimisht kanë qenë avokatët mbrojtës të kryebashkiakut Velia që kanë kërkuar shfuqizimin e masës së arrestit në burg të caktuar ndaj tij, apo caktimin e një mase më të lehtë sigurie ndryshe nga ajo arresti në burg, sikundër janë masat e arrestit shtëpiak apo dhe të detyrimit për të paraqitur në prokurori. Ditën e sotme duhet thënë se kanë folur vetëm avokatët mbrojtës të kryebashkiakut Velia, më pas dy prokurorët e posaçëm, Olis Dado dhe Altin Dumani, ndërsa fjala e Erion Veliajt nuk është dëgjuar nga gjykatësi i posaçëm Enger Pullumbi. Do të shohim në fakt nëse do të ketë fjalën e tij ditën e nesme në gjykatë. Kjo për shkak në fakt se edhe gjykata e ka shtyrë seancën për në orën 12:30 të ditës së nesërme. Ermal Via, të falenderoj për raportimin për këtë zhvillim të minutave të fundit. Ne kemi mbritur kështu në përfundim të Balkan Update. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën zyrtare të webit abcnews.al, ku mund jeni me lajmet më të fundit nga vendi rajoni e bota, po edhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Bashkë ndajemi këtu.